Data 7 prill. Levitiku, kapitulli 10. Pastaj Nadabi dhe Abihu, bijtë e Aronit, morën secili temjanicën e vet, i vunë brenda zjarr, vendosën mbi të temjanin dhe ofruan para Zotit një zjarr të palejueshëm që ai nuk ua kishte urdhëruar. Atëherë një zjarr doli nga prania e Zotit dhe i përpiu ata, dhe ata vdiqën përpara Zotit. Pastaj Mojsiu i tha Aronit: "Kjo është ajo për të cilën foli Zoti duke thënë: Unë do të jem shenjtëruar nga ata që më afrohen mua dhe do të jem përlëvduar përpara tërë popullit." Dhe Aroni heshti. Pastaj Mojsiu thirri Mishaelin dhe Elcafanin, bijtë e Uzielit, ungji i Aronit, dhe u tha atyre: "Afrohuni dhe largoni vëllezërit tuaj nga pjesa e përparme e shenjtërorës jashtë kampit." Kështu ata u afruan dhe i larguan ata të veshur me tunikat e tyre jashtë kampit, siç kishte thënë Mojsiu. Pastaj Mojsiu u tha Aronit, Eleazarit dhe Ithamarit, bijtë të tij: "Mos e zbuloni kokën tuaj dhe mos i grisni rrobat tuaja që të mos vdisni, dhe që Zoti të mos zemërohet kundër tërë asamblesë. Por vëllezërit tuaj e tërë shtëpia e Izraelit të mbajnë zi për zjarrin që ka ndezur Zoti. Mos u largoni nga hyrja e çadrës së mbledhjes që të mos vdisni, sepse vaji i vajosjes së Zotit është mbi ju." Dhe ata bën ashtu si i kishte thënë Mojsiu. Zoti foli akoma Aronit duke thënë: "Mos pini verë as pije dese, as ti as bijtë e tu, kur do të hyni në çadrën e mbledhjes që të mos vdisni. Do të jetë një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, me qëllim që të mundni të dalloni midis të shenjtit dhe profanit, midis të papastrit dhe të pastrit, dhe të mundni të mësoni bijve të Izraelit të gjitha ligjet që Zoti u ka dhënë atyre me anë të Mojsiut." Pastaj Mojsiu i tha Aronit dhe Eleazarit dhe Ithamarit, bijve që i kishin mbetur Aronit: "Merrni blatimin e ushqimit që tepron nga flijimet e bëra me zjarr për Zotin dhe hajeni pa maja pranë altarit, sepse është gjë shumë e shenjtë. Do ta hani në vend të shenjtë, sepse është pjesa që të përket ty dhe bijve të tu nga flijimet e bëra me zjarr për Zotin, sepse kështu më ishte urdhëruar. Gjoksin dhe kofshën e ofertës së tundur do t'i hani ti dhe bijtë e tu dhe bijat e tua bashkë me ty, në një vend të pastër, sepse janë pjesa që të përket ty dhe bijve të tu, dhe që ju është dhënë juve nga flijimet e falënderimit të bijve të Izraelit. Bashkë me ofertat e dhjamit të bëra me zjarr, do të qohen kofsha e ofertës së ngritur dhe gjoksi i ofertës së tundur para Zotit, dhe kjo të përket ty dhe bijve të tu si një statut i përhershëm, si ka urdhëruar Zoti." Pastaj Mojsiu hetoi me kujdes për cjapin e flijimit për mëkatin, dhe ja, ishte djegur. Prandaj u zemërua kundër Eleazarit dhe kundër Ithamarit, bijtë e Aronit që kishin mbetur, duke thënë: "Pse nuk e hëngët flijimin për mëkatin në vend të shenjtë, sepse është gjë shumë e shenjtë, dhe Zoti ju a ka dhënë me qëllim që të sillni padrejtsinë e asamblesë, që të bëni shlyerjen për të përpara Zotit? Dhe ja, gjaku i flis nuk u qua brenda vendit të shenjtë. Ju duhet ta kishit ngrënë në vend të shenjtë, si kisha urdhëruar." Aroni i tha pastaj Mojsiut: "Ja, sot ata më kanë ofruar flijimin e tyre për mëkatin dhe holokaustin e tyre përpara Zotit, dhe më kanë ndodhur gjëra të tilla. Po të kisha ngrënë sot viktimën e flijimit për mëkatin, a do t'i pëlqente kjo syve të Zotit?" Kur Mojsiu i dëgjoi këto, mbeti i kënaqur. Psalmi 11. Unë gjej stret e Zoti. Si mund t'i thoni shpirtit tim, ik në malin tënd si një zog i vogël, sepse ja, të pabesët nderin harkun e tyre, rregullojnë shigjetat mbi kordhës për t'i gjuatur në errësirë kundër atyre që kanë të drejtë nga zemra. Kur themelet janë shkatruar, çfarë mund të bëjë i drejti? Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt, sytë e tij shohin, shepallat e tij vëzhgojnë bijtë e njerëzve. Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti i tij urren të pabesin dhe atë që do dhunën. Ai do të bëjë që të bien mbi të pabesët leqe, zjarr, squfur dhe erëra zhuritse. Kjo do të jetë pjesa e kupës së tyre, sepse Zoti është i drejtë, ai e do drejtësinë. Njerëzit e drejtë do të sodisin fytyrën e tij. Psalmi 12. Na shpëto o Zot, sepse njerëz të devotshëm ka më pak, dhe ata që thonë të vërtetën janë zhdukur në mes të bijve të njerëzve. Secili gënjen të afërmin e tij dhe flet me buzë lejkatare dhe me zemër të zhdyzuar. Zoti i preft të gjitha buzët lejkatare dhe gjuhën që flet me krenari, të atyre që thonë
Me gjuhën tonë do të sundojmë, buzët tona në përkasin neve, kush është Zot mbi ne? Për shkak të shtypjes së të mjerëve dhe të britmes së nevojtarëve, tani do të qohem, thot Zoti, dhe do t'i shpëtoj nga ata që u zën pusi. Fjalët e Zotit janë fjalë të pastra, si argjend i rafinuar në një furrë prej dheu, i pastruar 7 herë. Ti o Zot, do t'i mbrosh dhe do t'i ruash, duke filluar nga ky brez për jetë. Të pabesat sillen pa u ndëshkuar kudo, kur midis bijve të njerëzve lavdërohet e keqja. Fjalët e urta, kapitulli 25. Edhe këto janë fjalë të urta të Salomonit, të transkriptuara nga njerëzit e Ezekias, mbretit të Judës. Është lavdi e Perëndis të fshehesh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. Qejet për lartësinë e tyre, toka për thellësinë e saj dhe zemra e mbretërve janë të panjohshëm. Hiq zyrën nga argjendi dhe ka për të dalë një enë për argjendarin. Largo të pabesin nga prania e mbretit dhe froni i tij do të bëhet i qëndrueshëm në drejtësi. Mos u përlëvdo në pranitë e mbretit dhe mos zër vendin e njerëzve të mëdhenj, sepse është më mirë të thuhet ngjitu këtu lart se sa të ulin përpara princit që sytë tu kanë parë. Mos bëj padi me tepër nxitim, sepse në fund nuk do të dish çfarë të bësh kur i afërmi yt do të ketë bërë me turp. Diskutoje padin tënde kundër të afërmit tënd, por mos e zbulo sekretin e një tjetri, me qëllim që ai që të dëgjon të mos të diskreditoj dhe nami yt të njolloset përgjithnia. Një fjalë e thënë në kohën e duhur është si molla të arta mbi një enë argjendi. Për një vesh të bindur, një jurt që qorton është si një vath i artë, një zbukurim prej arit të kulluar. Një lajmëtar besnik është për ata që e dëgjojnë si freskia e borës në kohën e korrjes, sepse ai e freskon shpirtin e Zotit të tij. Ai që mburra duke gënjur se ka bërë një dhuratë është siret dhe era pa shi. Me durimin i mbushet mendja një princi dhe gjuha e ëmbël thyen kockat. Në rast se gjen mjalt, ha aq sa të mjafton, me qëllim që të mos dendash dhe pastaj të vjellësh. Shkorrall në shtëpinë e të afërmit tënd, që ai të mos mërzitet me ty sa të urrej. Njeriu që bën dëshmi të rreme kundër të afërmit të tij është si një topuz, një shpatë dhe një shigjet e mprehtë. Besimi të një njeri pa bes ditën e fatkeqësisë është si një dhëmb i thyer dhe një këmbë ndrydhur. Kush i këndon këngë një zemre të pikëlluar është si ai që heq rrobat e tij në një ditë të ftohtë dhe si uthulla mbi sodën. Në qoftë se armiku yt ka uri, jepi bukë për të ngrënë, dhe nëse ka etje jepi ujë për të pirë, sepse kështu do të grumbullosh thëngjim mbi kokën e tij dhe Zoti do të të shpërblej. Era e veriu cjell shiun dhe gjuha që shpif tinës e bën fytyrën të indinjuar. Është më mirë të banosh në cep të një çatije se sa në një shtëpi bashkë me një grua grindavece. Një lajm i mirë nga një vend i largët është si ujë i freskët për një njeri të lodhur dhe të etur. I drejti që dridhet përpara të pabesit është si një burim i turbullt dhe një pus i ndotur. Të hash shumë mjalt nuk është mirë, dhe të kërkosh lavdin tënde nuk është lavdi. Njeriu që nuk di të frenojë zemërimin e tij është si një qytet i shkrehur pa mure. 1 Thesalonikasve, kapitulli 4. Së fundmi pra vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus, që si kundër morët prej nesh se si duhet të ecni dhe t'i pëlqeni Perëndis që të teproni edhe më shumë. Sepse ju e dini se urdhërimi ju lam nga ana e Zotit Jezus, sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj, të hiqni dorë nga kurvëria, që secili për ju të di të mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasion e epshi, si edhe paganët që nuk e njohin Perëndin, dhe që askush të mos kapërcej dhe t'i bëj keq me lakmi në këtë punë vëllajt e vet, sepse Zoti është hakmarrës për të gjitha këto, sikurse ju tham dhe dëshmuam edhe më parë. Sepse Perëndia nuk na thirri në papastërti, por në shenjtërim. Prandaj ai që i hedh poshtë këto gjëra, nuk hedh poshtë një njeri, por Perëndin që na dha edhe frymën e tij të shenjtë. Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni njëri tjetrin. Sepse ju e bëni këtë ndaj gjithë vëllezërve që janë në gjithë Maqedoninë, por ne ju bëjmë thirrje vëllezër që të teproni edhe më shumë, dhe ta keni për nder të jetoni qetë dhe të merreni me gjërat tuaja dhe të punoni me duart tuaja ashtu si ju kemi urdhëruar, që të silleni me nder ndaj atyre që janë jashtë dhe të mos keni nevojë për askënd. Por nuk duam vëllezër që të jeni në padije për sa u përket atyre që fjetën,
që të mos trishtoheni si të tjerë që nuk kanë shpresë. Sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, kështu edhe Perëndia ata që kanë fjetur me anë të Jezusit do t'i sjell bashkë me të. Sepse këto po ju a themi me fjalë të Zotit. Ne të gjallët, që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që fjeten, sepse Zoti vetë, me urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis, do të zbresë nga qielli dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që mbetemi do të rrëmbehemi njëkohësisht në ret me ata për të dalë përpara Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë.